Të dashur priveisa, jemi rikthyer sërish bashkë pas një bloku publicitar. Unë juftoj të jeni pjesë e portalit tonë për të gjitha më të reja të showbizit shqiptar në prive.al. Gjithashtu një falënderim i posaçëm shkon për sponsorin ton Golden Eagle. E tani vazhdojmë me rubrikën tonë të përjavshme, se çka ka të vërtet për artistët tanë e kuptojmë vetëm pas pak. There's a war inside my head. Sometimes I wish that I was dead. I'm broken. Mediat amerikane e cilësojnë këngën e Bebe Rexhës himveror. Ky lajm është i vërtet. Këngëtarja me preardhje shqiptare Bebe Rexha po ka shumë suksese për te oqeanit. Fix, just take this. I'm tired of trying to be no. Kënga e re ka arritur të jetë ndër të preferuarat e medias në Amerikë. Madje, analisti më i njohur i showbizit Paris Hilton e ka cilësuar si him të verës. And I don't need your quick fix. I don't want your prescription. I'm gonna show you crazy për post medias po pëlqejet nga publikum. Madje në YouTube butoni dislike nuk ka arritur shifrën e as 100 personave, tek mbizotron ajo like me mirë asësh. Sick bitch, psychopath. Yeah, I'm gonna show you. I'm gonna show you. Yeah, I'm gonna show you. Mental out my brain. Bad shit. John Karica në duet me Kallashen. Ky lajm është jo i vërtet. Pas videos së fundit që ka qarkulluar ku shihet Kallashi duke kënduar këngën Sex Toy, janë shtuar zëra se dy protagonistët që nuk kanë problem të thyen tabu, do të bëhen bashkë në muzikë. Kjo nuk do të ishte e çuditshme, por aktualisht nuk ka diçka konkrete mes tyre. Karica kur të vjen në Kosovë do të takohet me Kallashin, e ndoshta mund të publikojnë ndonjë projekt së bashku. Ta du Majmunin, kënga e re e Getit. Ky lajm është tërësisht i vërtet. Javën e kaluar, Prive solli lajmin se Ghetto Gjeezy po realizon duet me grupin Energy Band, ndërsa tani kjo këngë ka përfunduar dhe i është realizuar videoklipi nga Max Production. Por ajo që Prive ka kuptuar është emri i këngës. Ta du Majmunin është titulluar ky projekt muzikor, që ka kuptimin e njëjtë sikurse Zogu i Tunës. Si mendoni, a do ketë fuqi Majmuni ta mund Zogun?